Kriza e identitetit, një analizë sociologjike e një epoke Europë lëkun themelt e njeriuthyrje. Në një epokë ku individi është më i ekspozuar ndaj botës se kur më parë, paradoksalisht ai e gjen veten më të humbur se çdo brez para tij. Kriza e identitetit nuk është më një fenomen i përkohshëm psikologjik, por një realitet sociologjik që përshkon strukturat e familjes, komunitetit, shtetit, ekonomisë dhe kulturës globale. Ajo nuk është thjesht një ndjenjë konfuzioni personal. Është një pasojë drejt për drejt e mënyrës se si shoqëria moderne e ka dekonstruar stabilitetin, kuptimin dhe përkatësinë. Ky material synon të analizojë këtë krizë përmes lenteve sociologjike. Nga konceptet klasike të Durkheim dhe Eber, tek interpretimet bashkohore të Bauman, Giddens, Fukuyama, Castells dhe teoricienëve të identitetit kulturor. Një identiteti si ndërtim shoqëror. Identiteti nuk është një element biologjik i pandryshueshëm. Është një konstrukt i prodhuar nga marrëdhënia e individit me familjen, normat kulturore, strukturat e pushtetit, ekonominë, gjuhën dhe simbolikën, narrativat kolektive. Në shoqëritë tradicionale, identiteti ishte i paracaktuar. Familja jepte drejtimin, komuniteti e forconte, tradita e ngurtësonte. Në shekullin 21, identiteti është një proces i hapur, shpesh konfliktual, që individi duhet ta ndërtojë vetë në një oqean influencash, presionesh dhe iluzionesh. 2. Kriza moderne, kur stabiliteti tretet 2, një shkatërimi i institucioneve të përkatësisë. Durkheim e quajti këtë gjendje anomi, zhdukjen e normave të përbashkëta që i japin individit orientim. Sot kjo anomi manifestohet tek dobësimi i familjes si sistem kuptimi, objektivizimi i individit përmes teknologjisë, globalizimi që fshin kufit e kulturave, humbja e lidhjes me historinë, relativizimi i vlerave bazë. Në një botë ku çdo gjë është e negociueshme, individi nuk gjen dot një pikë fikse ku mund të mbështetet. 3. Identiteti në epokën e globalizimit dhe teknologjisë 3. Një individ global me rrënje të shkputura. Globalizimi ka krijuar një njeri që udhëton lirshëm, konsumon të njëjtat marka, përdor të njëjtat teknologji dhe jeton nën të njëjtin ritëm. Por ky globalizim sjell një paradoks. Sa më shumë hapet bota, aq më tepër ngushtohet ndjenja e përkatësisë. Kultura lokale zëvendësohet me kulturën e konsumit. Identiteti i brendshëm zëvendësohet me identitetet e gatshme të prodhuara nga algoritmet. 3. 2 rrjetet sociale, fabrika të identiteteve të rreme. Sipas Castells, shoqëria e informacionit krijon identitete rrjeti, persona virtual që nuk pasqyrojnë realitetin, por projektojnë fantazitë që individi dëshiron të përfaqësojë. Platformat digjitale e kanë bërë identitetin një produkt i tregut të vëmendjes. Gjuha e filtrave, estetika e imitimit, presioni i performancës, frika e padukshmërisë, kultura e krahasimit të përhershëm. Individi bëhet një objekt që duhet të markohet, promovohet, eksportoj imazhin e vet si mall. 4. Kriza e identitetit kolektiv 4. Një shpërbërja e narrativave kombëtare. Në shek 19 dhe 20, kombi ishte narratori i madh që jepte kuptim jetës së qytetarëve. Sot, relativizimi i historisë dhe humbja e besimit tek institucionet kanë krijuar një boshllëk kolektiv. Popujt e vegjël, si shqiptarët, përballen me një dyzim të fortë, dëshirën për të ruajtur identitetin kombëtar, trysnin për t'u integruar, përshtatur, globalizuar. Ky konflikt krijon tensione kulturore, politike, gjuhësore dhe psikologjike. 4. 2 diaspora, identitete të shumëfishta. Diaspora shqiptare sot jeton me identitete të ndërthurura. Identiteti i origjinës, identiteti i shtetit ku jeton, identiteti profesionist, identiteti digjital. Ndërkohë shteti shqiptar ka dështuar t'i jap diasporës një platformë të mirëfillt për të ruajtur lidhjen me atë dheu. Kjo krijon një gjenerat që e njeh veten ndryshe nga rrënjët e veta, por nuk gjen dot një identitet të plot as në vendin ku jeton. 5. Identiteti ekonomik. Njeriu që vlen vetëm kur prodhon. Neoliberalizmi e ka kthyer individin në një mekanizëm pune. Vlera e tij matet me performancën, efikasitetin, produktivitetin, renditjen në treg. Identiteti ekonomik zëvendëson identitetin human. Njeriu nuk është më person, por kapital njerëzor. Kjo prodhon ankth kronik, vetfajsim, ndjenjë dështimi, humbje të vetëvlerësimit, depresion masiv shoqëror. 6. Identiteti kulturor dhe përplasja e narrativave 6. Një tradita kundër modernitetit. Individët ndodhen midis dy botëve, traditës që kërkon vazhdimësi,
modernitetit që kërkon ndërprerje. Kjo përplasje shfaqet në konfliktin brezash, debatet gjinore, politikën e trupit, moralin shoqëror, raportin me fen, konceptin e familjes, mënyrën e jetesës. Shumë njerëz mbeten të bllokuar mes dy skajshmërive, konservatorizmit që nuk përshtatet dhe modernitetit që nuk lën ngrohtësi. 7. Identiteti politik, polarizim, tribalizim, humbje besimi. Në politikën moderne, ideologjit klasike kanë vdekur. Vendin e tyre e kanë marrë populizmi, tribalizmi partijak, luftërat kulturore, narrativat kundërthënëse, propaganda algoritmike. Kjo krijon individ që nuk e ndërtojnë identitetin politik mbi vizionin, por mbi frikën, përkatësinë e verbër dhe inferioritetin kolektiv. 8. Kriza morale, kur gjithçka relativizohet. Bota moderne ka shpallur fundin e absolutizmit moral, por humbja e moralit nuk sjell liri, sjell konfuzion. Individi nuk di më çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar, cilat vlera duhen mbrojtur, cilat parime janë themel. Pa moral, identiteti bëhet fluid deri në shpërbërje. 9. Kriza e identitetit si krizë e të dashurit veten. Në thelb, individi humb identitetin kur nuk arrin të krijojë një marrëdhënie të shëndetshme me veten, kur nuk e njeh veten, kur nuk e pranon veten, kur nuk e mbron veten, kur nuk beson tek vetja. Shoqëria moderne e ka shndërruar vetedukimin emocional në luks, jo në domosdoshmëri. Prandaj kriza e identitetit është një epidemi psikosociale. 10. Si mund të rindërtohet identiteti? 10. Nëpërmes edukimit të vërtetë. Jo edukim teknik, jo edukim për nota, jo edukim për tregun e punës, por edukim për vetdije, mendim kritik, histori reale të shoqërisë, etik dhe filozofi, empati, lidhje komunitare. 10. Përmes reformimit të institucioneve. Duhet shtet funksional, arsim që kultivon mendjen, media që informon, jo manipulon, politika që i shërben shoqërisë, ekonomi që respekton njeriun, kultura që ruan identitetin kombëtar. 10. Përmes rigjetjes së rënjeve. Një popull pa kujtesë kolektive është popull i ndarë në individ të humbur. Historit na lidhin, na orienton, na japin kuptim. Identiteti kombëtar nuk është slogan, është instrument stabiliteti psikologjik. Përmbyllje. Kriza e identitetit nuk është turpi i individit. Është pasojë e një shoqërie ku ritmi i ndryshimit është më i shpejtë se aftësia jon për ta përballuar. Në këtë epokë të pasigurisë globale, identiteti është bërë një territor lufte simbolike, emocionale dhe strukturore. Nëse duam të kemi shoqëri të shëndetshme, duhet të rikthejmë kuptimin, rënjet, edukimin dhe përkatësinë. Përndryshe, do të kemi një botë ku individët fluturojnë në hapësira digjitale, por humbasin veten në tokën reale.